Dikur, gjatë një sesioni u ula përballë një djalit 34 vjeçar. Kishte studiuar jashtë, fliste 3 gjuhë, kishte aftësi të jashtëzakonshme, por kishte 6 vjet që s'kishte ndërtuar asgjë. I tash një fjali dhe ai u mbyll krejt. Sot do t'ju tregoj atë fjali. Emrin do ta quajmë Arben. Arben erdhi tek unë me një listë problemesh. Nuk hapte biznesin, nuk mbante marrëdhënie, nuk gjente qetësi. Por ndërkohë që fliste, vura re diçka. Çdo fjalë fillonte mi, babai I am, ose vellaj I am, ose ata mendonin se. Pas 40 minutash i thash: Arben, ti nuk po ndërton jetën tënde. Ti po kënaqinat me familjen tënde. U bë heshtje. Ai nuk tha asgjë për 2 minuta të plota. Pastaj tha: si e dite? Çfarë kishte ndodhur me Arbenin? Ai kishte rritur me prindër që nuk kishin besuar tek ai. Kishte dëgjuar ti nuk do të dalësh kurrë gjekundi nga babai i tij kur ishte 12 vjeçar. Dhe nga ai moment, pa e ditur, i gjithë motori i tij i brendshëm u programua me një qëllim të vetëm. Do të provoj që ke gabuar. Dhe kjo energji natë, dëshirë për hakmarrje, e çoi në studime, e çoi në punë të palodhur, e çoi deri në prag të suksesit, por pikërisht aty ndaloi. Sepse truri i tij kishte bërë llogarin. Nëse ija del tani dhe babai nuk e pranon, prap atëherë gjithçka ka qenë kot. Prandaj sabotonte vetë. Ishte më sigurt të dështoje para se ta provoje plotësisht. Kjo quhet motivim reaktiv. Nuk ndërton, mbron, nuk krijon, mbrohet nga thimbyeja. Tani dua të pyes diçka dhe dua të jesh i sinqert me vete. Kur imagjinon suksesin tënd, kush është i pari që të vjen ndërmend? Prindi që nuk besoi, ex-partneri që t'la, kolegja që mori promovimin tënd. Kush rinte që qeshën me ëndrrën tënde? Nëse ka një fytyrë specifike, nëse ka një person që duhet ta shoh, atëherë je si Arbeni, dhe kjo nuk është dobësi, është shumë njerëzore, por duhet ta dish, suksesi i ndërtuar mbi inat ka datë skadence, sepse çdo herë që ai person nuk e jep miratimin ose jep dhe nuk mjafton bie poshtë si kartë. Suksesi i vërtetë ndërtohet kur pyetja ndryshon. Nga çfarë do të mendoj ai? Ajo në çfarë dua unë të ndërtoj? Arbeni u kthye 2 javë më vonë. Kishte bërë ushtrimet dhe më tha: e kuptova se po ndërtoja jetën e gabuar. Jetën që t'ia tregoja atij, jo jetën time. Sot Arbeni ka biznesin e tij të hapur, jo sepse babai e dëshi, por sepse ai vendosi ndoshta për herë të parë të jetoje për veten. Kjo është liria e vërtetë. Nëse kjo histori të preku, shkruaj në komente. Unë e njoh këtë ndjesi. Dua të di sa prej jush janë aty ku ishte Arbeni. Dhe nëse dëshiron të shkosh më thellë Masterclass I Am Power, është vendi ku bëjmë pikërisht këtë. Linku është poshtë. Shihemi në suksese.